Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka zhvilluar një vizitë të veçantë në njësitë elitare të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ku ka marrë pjesë nga afër në një stërvitje të njësisë së operacioneve speciale. Gjatë kësaj vizite, presidentja ka bërë një gestë që ka tërhequr vëmendje të madhe publike. Ajo i ka shërbyer ushqim ushtarëve dhe më pas ka konsumuar drekën në mensën e kazermës për krah tyre, si shenjë nderimi, respekti dhe solidariteti me forcat që mbrojnë sovranitetin e vendit. Në fjalën e saj, Osmani theksoi rëndësinë e profesionalizmit dhe përkushtimit të FSK-s, duke nënvizuar se njësia e operacioneve speciale është e stërvitur dhe e përgatitur sipas doktrinës së ushtrisë së Shteteve të Bashkuara për ta mbrojtur adeun në çdo moment dhe në çdo pëllëm të vendit. Ajo e cilësoi këtë njësi si krenarin, nderin dhe zemrën e pathyeshme të Kosovës, duke theksuar se çdo pjesëtar i saj mban jo vetëm uniformën e shtetit, por edhe amanetin e lirisë që u fitua me shumë sakrifica. Ky veprim i presidentes Osmani, shërbimi personal i ushqimit dhe ndarja e vaktit me ushtarët ka një domethënie më të thellë se një gjest i zakonshëm protokollar. Ai simbolizon barazinë, respektin e ndërsjellë dhe lidhjen e ngushtë ndërmjet institucioneve të larta shtetërore dhe atyre që mbrojnë në terren paqen dhe sigurinë e qytetarëve. Duke vendosur vetë përparsen dhe duke u shërbyer ushqim ushtarëve, Osmani përcolli mesazhin se udhëheqja nuk qëndron mbi popullin e saj, por është pjesë e tij. Pamjet nga vizita treguan presidenten në mesin e ushtarëve, të buzëqeshur dhe përfshirë në atmosferën e përbashkët të kazermës. Sipas burimeve nga presidenca, Osmani shprehu vlerësimin e saj për nivelin e lartë të profesionalizmit dhe disiplinës që ka arritur FSK-ja, veçanërisht njësitë speciale, të cilat trajnohen në përputhje me standardet e NATO-s. Ajo siguroi se shteti i Kosovës do të vazhdojë të investojë në ngritjen e kapaciteteve të FSK-s, në mënyrë që ajo të jetë gjithmonë e gatshme për të përballur me çdo sfidë që i kanoset. Gjatë qëndrimit në kazermë, presidentja u njoh nga afër me pajisjet moderne që përdorin njësitë specializuara, si dhe me planet e tyre të trajnimit dhe zhvillimit. Ajo vlerësoi përkushtimin dhe sakrificën e ushtarëve që shërbejnë me dinjitet për mbrojtjen e Kosovës, duke theksuar se FSK-ja është pasqyra më e pastër e dashurisë për adeun dhe për qytetarët e vendit. Ky veprim i presidentes Vjosa Osmani është cilësuar nga shumë qytetarë dhe analistë si një shembull i udhëheqjes me zemër, një qasje që afron institucionet me njerëzit dhe e bën më të prekshëm rolin e shtetit në mbështetje të atyre, të cilët çdo ditë vijnë në shërbim të lirisë dhe sigurisë. Në një kohë kur rajoni përballet me tensione të ndryshme, kjo pamje e presidentes për krah ushtarëve të Kosovës u pa edhe si mesazh i qartë për unitet, vendosmëri dhe krenari kombëtare. Në fund të vizitës, Osmani përsëriti mesazhin e saj: "Këta burra e gra të guximshëm janë garancia jonë për një Kosovë të lirë, të sigurt dhe krenare. Ne do t'i qëndrojmë gjithmonë pranë atyre që mbrojnë flamurin dhe lirinë tonë." Ky gjest i thjesht por plot kuptim e forcoi edhe më shumë imazhin e presidentes si një udhëheqëse, e cila e sheh shërbimin ndaj vendit jo si privilegj, por si përgjegjësi të përbashkët.